Vijojnë kontrollet për ndalimin e tregtimit të kundralishëm të lëndëve piroteknike në prag të festave të fundvitit. Sekuestrohen 179 copë lëndë piroteknike fishek zjarre të ndaluara për tregtim. Procedohet penalisht pronarja e subjektit tregtar. Në kuadër të zbatimit të planit të masave për parandalimin dhe goditjen e tregtimit të kundralishëm të lëndëve piroteknike në prag të festave të fundvitit, shërbimet e Komisariatit të Policisë Vlorë, në bashkëpunim me specialistët për hetimin e krimeve ekonomiko-financiar, kanë intensifikuar kontrollet në subjekte tregtare. Si rezultat, gjatë kontrollit të ushtruar në një subjekt tregtar me aktivitet ushqimor në lagjen Pavarësia Vlorë, u konstatuan 179 copë lëndë piroteknike, fishek zjarre, të cilat mbaheshin për tregtim në kundërshtim me ligjin. Lëndët piroteknike u sekuestruan në cilësinë e provës materiale, si dhe nga specialistët për hetimin e krimeve ekonomiko-financiare, u referuan materialet në prokurori dhe nisi procedimi penal për shtetasen DK 31 vjeçe banuese në Vlorë. Kontrollet për parandalimin e tregtimit të kundralishëm të lëndëve piroteknike do të vijojnë në të gjithë territorin e qarkut Vlorë, me qëllim garantimin e sigurisë së qytetarëve gjatë festave të fundvitit.